Falem pak të rrethinat. Unë personalisht duke qenë një grua, mendoj që jam një grua shumë e lirë dhe jam e lirë shumë në opinionet që them, jam një person që bëj atë çka dua dhe çka ndjej të bëj. Zgjohem në mëngjes e kam, domethënë, të gjitha angazhimet e mia që i kam marrë me vullnetin tim të lirë dhe nuk ndikohem në mënyrë kategorike negativisht nga bashorti, por vetëm mbështetem nga bashorti. Për shumë njerëz rreth e rrotull kjo gjë është tepër. Pra, për shumë njerëz që nuk e arrin dot këtë, është e tepërt dhe mund të keni natë. Mbështetja që ti merr apo zgjedhjet që bën? Çdo gjë, fakti që ti del nga shtëpia dhe bën jetën tënde. Zgjedhjet pra. Pikërisht, domethënë, kjo gjë për shumë njerëz që nuk e bëjnë dot, ose janë të dobët, ose kanë arsyet e tyre, e kanë shumë kollaj të urrejnë edhe pse ekziston. Po, sepse ti projekton pamundësinë e tyre. Pikërisht, dhe vetmja mënyrë për të goditur është tek fëmijët e bashortit, të cilët mund të jenë në një moment lehtësisht të ndikueshëm, sepse kanë një, domethënë kanë zemra e tyre e di çka ka kaluar. E kupton dhe e kanë. Kjo është një ligësi e pastër. Kjo është një ligësi e pastër, e cila me që jam në ekran ju ktheft kush e bën. E vërtetë, kush lëndon fëmijët, unë rrallë mallkoj, po kush lëndon fëmijët, jam shumë dakord me ty. Kush lëndon cilin do fëmijë, se cilin do fëmijë, është, domethënë, unë shpresoj i vetmi rast ku them që shpresoj shumë t'ju kthehet, nuk uroj asgjë tjetër. Po, në ato raste që pranohet mallkimi, le të themi, ose urimi, kur preken fëmijët, kur ndikon tek një shëndet mendor i cili për momentin mund të duket kalimtar, se mund të zgjas vetëm 5 minuta si bisedë, edhe ju mund të jeni zot ta zgjidhni. Por se sa peshë psikologjike, se sa e mbartin ata fëmijë me vete këtë traumë, këtë gjë nuk, kjo gjë është e pafalshme, se motivi është një fëmijë duhet lënduar gjithsesi, po motivi pastaj është i frikshëm. Është i frikshëm, banal, sipërfaqësor, dhe mundem ta them dhe i lig. Ka dhe një gjë që e kam ndjerën si peshë. Fakti që sa herë që ka një diskutim ose një raport që vjen te ky moment, pra e mbylla fëmijët, jemi gjithë qartë, që vjen te raporti pra i bashkimit të barqeve, si thot populli, edhe të qenurit njerë, ka gjithmonë të gjithë në një farë mënyrë edhe në sulmin e tyre, po edhe ka një tendencë, më duket edhe njerëzore deri diku që bëhet gjithmonë krahasimi me nënën apo krahasimi me baban. Njerë ka dhe njerë ku nuk mund të bëhen vend direkte në atë pozitën. Nuk e zëvendësojnë kurrë. Domethënë nënën do duhet ishte fare, por nuk e mendoj gjithkohon. Po nuk është çështje zëvendësimi, pra nuk ajo nuk vjen aty për të zëvendësuar nënën. Askënd, domethënë prandaj ka një emër tjetër, nuk e ka emrin nën. Prandaj çdo një fëmijë i cili genetikisht nuk është i saj, ka formën më të pastër të dashurisë. Si zgjedhje. Gjë më e bukur që mund të bëj. Tani, më falni nëse unë nuk do isha publike dhe nëse bashorti im nuk do njihej, nuk do dallonte askush që vajza im. Shiko, Rudi, janë disa formate televizive që e kanë treguar qartë, jo më larg se Bigu që unë isha, kishte një histori të ngjashme, edhe vlente për të përgëzuar, edhe Danja të jap një puthje të fortë që kishte një dashuri të madhe për partneren, për nënën e dytë në shtëpi, po lejohem të them kështu, sepse e donte aq shumë vitën, unë e mbaj mend, e ka folur shumë për të, ndërkohë ishte një familje shumë e lumtur dhe janë këto lloj edhe emisionet e tilla që të tregojnë që vërtet që ka familje shëndetshme dhe mendoj që dashuria nuk mungon dhe mendoj unë që jo më unë, po e kanë thënë njerëz më zgjuar se ne më parë që nuk është vetëm ajo që të lind. Është dhe ajo që të rrit. Absolutisht. Ka të bëj, patjetër, vetëm se ka të bëj shumë, më fal, edhe mosha e fëmijës, domethënë në momentin që e njeh dhe në momentin që jeton me të, ka të bëj shumë mosha, sepse sigurisht me më të vegjëlit është shumë më e thjeshtë. Ndërsa me të rriturit e kanë sigurisht, sepse në fundit, kush je ti? Që pa pritur na erdhe në shtëpi, pra do një lloj. Po shkoj të jenë një shembull shumë i mirë. Do një lloj është më i gjatë procesi. Mendoj që Rudi është një shembull shumë i mirë, sepse Rudi vinte nga një jetë mediatike, hyri në një shtëpi ku gjeti disa, domethënë ndaj për thash, falenderoj për adoleshent dhe jo adoleshent, ndërkohë që gjatë rrugtimit tënd kuptove që domethënë duke thënë që dashuria që u mirëpritet si duhet.
Unë falë Zotit, gjeta 3 fëmijë të mrekulluar, fëmijë, se si më duket kur them fëmijë, se ke gjetur dhe adoleshent. Djali është bërë 4 metër. Po dhe nisë duke thënë që nuk isha gati biologjikisht, po pastaj kur dole dhe the pastaj që unë arrita në pikën që nuk i ndaja nga njëri tjetër, tregove me të vërtetë që dashuria është emocionale. Pa diskutim. Pa diskutim. Dikush që të rrit. Nuk jam bërë prind. Unë jam nuk mendoj se jam bërë prind në asnjë moment. Unë jam një mikeshe mirë, domethënë për ata. Jam një shoqe e mirë, mendoj që sa herë kanë nevojë. Një krah ku ata mund të mbështeten gjithmonë për çdo gjë. Më pëlqen. Kështu që propozoj të zhdukemi etiketën e njerëzve. Më pëlqen shumë kur ti thua, ata janë fëmijët e mi, por unë nuk jam prind. Besoj se kjo duhet është një formë sintetike e gjithçka ti po kalon dhe jeton dhe më duket shumë nobile çfarë the. Nuk unë s'bëhem dot në natyre. Prandaj respektova shumë dhe e veçova çfarë the. Por jam partnerja e babait të tyre dhe pa diskutim që jam gjithmonë krah babait të tyre në çdo lloj projektimi që ka ai për ta. Domethënë më do zemra ndoshta shumë më shumë gjëra, por gjithmonë bashkë me bashortin tim shkojmë në të njëjtat linja, pikërisht që ata të marrin, po themi, nuk po të them dot edukim se tani janë rritur, por këshillat, po themi, këshillat vijnë nga të dy ne. Më lejo përpara se ne po flasim për gratë dhe në Rudin e shohim gjithmonë të qeshur, gjithmonë ajo që e bën batutën, bën humor edhe me veten. Ndonjëherë unë them ka humor të zi, por shikoj sa e vrisht është në shpirtin edhe në zemrën e saj. Nëse humorin e kam pak sterrë. Rudi te gratë.